miqët e partnerët tanë europian nuk kanë për detyrë të zgjidhin problemet tona. Nuk janë këtu as për të qeverisur Shqipërinë, as për t'i bërë opozitë qeverisë. Ata e kanë ndihmuar dhe ndihmojnë Shqipërinë, pavarësisht se kush është në pushtet dhe kush në opozitë. Miliona shqiptarë që në ndjekin sot, le ta mësojnë se kutitë e votimit nuk në i mbajnë mbyllur miqtë tanë europian dhe as nuk do të na japin ata. Kutitë e mbyllura të 20 qershorit i mbajnë mbyllur Sali Berisha dhe duhet i hap Sali Berisha. Thirrja jon për Sali Berishën, thirrja e gjithë popullit opozitar, por dhe çdo qytetar i demokrat që nuk druhet nga e vërteta, nga transparenca, nga hetimi ligjor parlamentar, është mos u fshi as pas integrimit, as pas ndërkombëtarëve, as pas atij miku të huaj që del ëndër dhe thot Sali mos jap kutit se ndalon ligji, po hapi kutit përpara sa populli sovran detyrojë të largohesh bashkë me kutit. Në qoftë se kutit do të mbahen forcërisht të mbyllura, ne do të kërkojmë me forcë largimin e qeverisë dhe zgjedhjet parakoshme. Manipulimi i zgjedhjeve nga ky kryeminist është bërë vetëm për një qëllim, që të konsolidojë tiraninë në Shqipëri, duke kthyer atë në një dinasti të familjes vet. Por a do ta lëmë ne zotëri këtë dinasti makabër të na drejtojë? Jo, thoni ju, ne prandaj jemi sot këtu. Jemi këtu për thënë se kriza jonë nuk është mungesa e opozitës në kuvend, por kushtimi i kuvendit në një shumicë e paligjshme që nuk e ka votën e popullit. Shqiptarët s'mund pranojnë që qeveritë të krijohen me blerje partish. Shqiptarët din ta mbrojnë votën e tyre. Partia Demokratike u bashkua me protestat e opozitës, sepse ajo provoi me fakte se vota demokratike, vota e qytetarëve shqiptar është vjedhur. Në Bruksel shkohet me institucione të konsoliduara. Prandaj jemi të gjithë sot këtu, të majtë dhe të djathtë, për të dëshmuar Europës se ne jemi të gatshëm. Ne duam demokraci, ne duam votë të lirë, ne duam shtetës së drejtës,